Unë jam vajza e Mehmet Aliu Hirtica edhe kjo është një shtëpi e cila është ndërtuar viteve 82-ën, 3-ën mos gabofsha, edhe e ka një histori edhe një bagazh mjaft të madh, e cila është një histori që ka triumfu përballë okupatorit serb, edhe ne si familje jemi krenar që kemi kontribu edhe e kemi pasë nderin me lshu këtë shtëpinë shkollë për nxonca. Po, kjo shtëpia është e cila është kona atëherë që ka filluar mësimi shtëpi shkolla, prej viteve 1991 deri në vitin 1999, dhe kjo është konstrukt tash që shihni edhe kështu live, domthonë është kur është kallë. Jo, na kemi jetu mbas kësaj shtëpisë shkollë, kemi jetu në një shtëpi katrore, kemi qenë 18 antar familje, sepse kemi jetu edhe me axhin edhe me tezën, sepse jemi kanë të martuar 2 motra për 2 vllazni, dhe kështu kena qenë një familje 18 antarëshe. Kjo shtëpi shkollë filloi më ndërtu për me jetu na, edhe 2 javë para se me përfundu, domthonë ishim tu mobilu katin e parë, edhe në atë viteve 90-ta filloi ai përzonja nxoncave prej shtëpi shkolla për shkak të mos pranimit plan programeve të serbisë. Edhe kështu në atë pjesë ka bërë vllavi, motra, edhe kështu që erdhën te shtëpia dhe treguan që domthonë i kanë përzonë okupatori serb për shkak të mos pranimit planit të serbisë prej shkollës. Domthonë humbi ajo shpresa atyneve mira nxoncave për më ecë përpara me tutje, dhe kështu që një mbrëmje baba na mblodhi si familje dhe tha jo, unë kam vendosur me lshu këtë shtëpi shkollë për shkak se me viju nxoncat ato ndrën e vetë. Dhe domthonë për neve si familje na u dok pak absurde për shkak se na se dishëm çish po shkon edhe mësimi i shkollës, dhe kishëm i mobilu edhe dhoma tona secili, edhe kështu që domthonë nave që ndërprejtëm aton, edhe filluam blejtëm kauça, blejtëm synxhera, njerë për njerë ashtu, ishte situata edhe për me kqyr deri sa ku po shkojna, edhe për shkak se ishte shumë rrezik, sepse kish sidomos këtë pjesë këtë ku është lagja jon, ka qenë një ndër lagjet më të rrezikshme, sepse ka qenë lagje e cila ka bërë shumë demonstrata, shumë protesta, dhe kështu që ka qenë një lagje jashtëzakonisht e rrezikshme, edhe ka qenë edhe e njohshme për atë demonstrata e protesta kundër okupatorit serb. Viteve 90-ta filloi implementimi, mbledhjet dhe qysh me mbajt mësimi në për shtëpi shkolla, dhe përveç babës dhe axhës që e lshun shtëpinë shkollë, fati ishte i shkollës Sami Ferrashri, gjithashtu edhe axha tjetër Indiri ka qenë më i madhi prej vllaznive të babës, Haxhi Mos Hirtica edhe kushëriri Haxhi Hamdi Hirtica, edhe ata vendosën për me lshu edhe ata shtëpitë e tyre shkollë, edhe një pjesë ka mësuar te axha Indir Haxhi Mos Hirtica, edhe një pjesë tjetër kanë mësuar te Haxhi Hamdi Hirtica, domthonë shkolla ekonomike. Po këtë në shtëpinë tonë komplet është vendosë shkolla e gjimnazit.